në parim, në gjykatë kushtetuese, nuk diskutohet sa do më bësh rrogën, sepse nuk është gjykata kushtetuese sa këtë rrogën. Po gjykata kushtetuese ligjin e ballafaqon me disa parime kushtetuese. Dhe njëri nga parimet kushtetuese është parimi i proporcionalitetit. Që do të thotë, zotëri, ti kur caktohet rroga në Shqipëri, ndërtohet mbi një piramidë rrogash. Dhe piramida e rrogave është nomenklaturë natyrisht e qeverisë. Dhe në këtë piramidë rrogës përcaktohet skema ku do të jenë gjyqtarët në filan vend, ku do të jenë ata në filan vend. Në qoftë se respektohet piramida e rrogave dhe cënu piramida e rrogave, me drejt gjykata kështu thotë je në kundërshtim me cënimin e piramidës së pagave në Shqipëri. Tjetër pasaj është e lidhur shumë edhe me një parim që është pikërisht ky është kushtetues, që është pavarësia e pushtetit. Këtu te ky pavarësia e pushtetit. Vetëm para se dalësh se këtë flasim pak politikisht të thëmë pjesën e dytë. Ajo që thatë ju, zoti Berisha sot tha një gjë. Tha normalisht rrogat i është nomenklaturë e ekzekutivit, por dhe këtu dalim te pjesa e debatit që ngriti edhe Evini Karança. Por tha, e prishi piramidën ta për t'ja bërë rrogën, sa e ka fiksimin me Altin Dumanin, për t'ja bërë rrogën Altin Dumanit ta 7.000 euro. Pra le themi, është qeveria që vendos, por as mos ndoshta e prishi qeveria këtë piramidë për t'i dhënë rrogat speciale, prokurorëve speciale dhe gjykatëve speciale? Do dalë dhe kjo, sepse gjithë sistemi i posaçëm, që është prokuria e posaçme dhe gjykata e posaçme, janë të jashtëzakonshme në Shqipëri. Janë të jashtëzakonshme dhe në kushtet e të qenurit të jashtëzakonshme dhe politika që ndërtohet dhe e pagave ndaj tyre është e jashtëzakonshme dhe nuk është referencë për piramidën e pagave. Nuk është referencë. Gjyqtarët tani me këtë kërkesë që po bëjnë gjykatë kushtetuese kërkojnë të ndërtojnë një mekanizëm të pavarësisht dhe të pagat. Dhe kjo është shqetësuese për mua. Pra, pavarësi se nuk japin llogari para askujt, pavarësi se nuk i kontrollon askush, tani marrë dhe pavarësi ndaj gjykatat dhe ajo që na shqetëson në këtë moment, po nuk si e përcaktojnë ata rrogën. Dhe në këtë moment, ajo duhet më thotë që t'japin llogari. Një rast. Po. Kjo rast qeveria i ka dhënë dy kokra, një kokër të madhe, një kokër të vogël. Ta po zënë të madhe. Po zënë këtë kokër e ka dhënë vet. Pra ti ja ke dhënë vetë dhe nuk mund ta ulësh pagën. Jo, po ja ke dhënë spakut dhe gjykatës. Ti ja ke dhënë vetë. Po ka status special më burr. E ke edhe kushtetut me status special. Ai duhet marrë. A gjykata posaçme? Pse ja dhe vetë? A gjykata posaçme? Është prokuria posaçme. Me jo jam dakord me ty, pse ja dhe kokrën e madhe të modhe. Ajo është tjetër muhabet pastaj. Do dalte kjo. Ajo është tjetër muhabet. Pastaj pse ja dha natyrën më të madhe, ndoshta për të garantuar, për të krijuar bërthame një drejtësi e re që të funksionojë pak më ndryshe. Po tash nuk mund të pretendojnë edhe këta që janë përzakonshëm, që ndoshta po të futeshin për garën për spak, nuk do ta kalonin kurrë. Po të futeshin për gjykatën speciale, nuk do ta kalonin kurrë. Është gara e fortë fatikisht. Po nuk kanë si ato e di ti pastaj. Po them, në parim, ajo është teorikisht ajo është gara më e fortë apo. Pa kohë të fundit më Gjithsesi, në referencat të gjyqtarit dytë ju kishit referim ndaj pagës presidentit. 35% ndaj pagës presidentit. 36%. Pra me fjalë, me qenë se presidenti u ngrit 36%, ti nuk e respektove parimin, do të ngresh dhe mua 36%. Po e thot ligji. Dakord. E thot ligji dhe unë vi tani dhe i them qeverisë, qeveri, vërtet është bërë një ligj i cili këtë parime ka antikushtetues. Më takon dhe mua edhe pensionistët të 36%. Cënon parimin e proporcionalitetit. Është kushtetuese. Tani e kanë marrë këtë iniciativën. Vetë dhe qeveria thotë, di se shpuna po, ju keni drejt. Neni një etjera e cili ka futur një gjë të tillë për të qenë dashamirës në këtë rast ose për të prodhuar një mekanizëm i cili ka patur synim pozitiv, po është antikushtetues. Pse e bën një gjë që në qeveria dhe pse shqetësohet qeveria dhe pse shoqëria duhet shqetësohet? Kjo rrogë që vjen tani quhet rrogë e qëndrueshme thuan, kështu quhet në parim, e qëndrueshme. Që do thotë merret për sa kohë që është gjyqtar, po ka një problem tjetër pastaj. Që këta gjyqtarë mbi këtë bazë marrin dhe pensionin. Dhe pensioni llogaritet mbi këtë rrogë që kërkojnë këta. Mbi këtë rrogë qëndrueshme. Dhe mbi këtë rrogë të qëndrueshme që vjen si zbatimi i ligjit në kuadrin e një reforme të jashtëzakonshme që bëri shteti shqiptar për të prodhuar një mekanizëm goditjes të besueshme ndaj korrupsionit, fillojnë të kthejnë benefitet veta. Jashtë atij mekanizmi që është barazia para ligjit dhe proporcionaliteti. Por të dyja dhe barazia para ligjit që është normë kushtetuese dhe këta duhet të jenë barabartë si doktori. S'ka pse të jenë më tepër se doktori.
Sepse presidenti, nuk do krahasoj me presidentin tani, se presidenti është një institucion i cili nuk është pjesë e logjikës së profesionalitetit. Po, sepse është Po presidenti i s'ka, Republikës. do me thëmë, presidenti del jashtë këtij mekanizmi. Qarë janë pasaj administratë shtetërore duke filluar nga kryeministri dhe zbret poshtë, janë në këtë piramidë dhe shpesh herë kemi thënë, pse nuk ngrihet rroga doktorëve, nuk ngrihet se prishet parimi dhe prishet piramida ndërtohet një herë dhe nuk cënohet më. Këta e kanë cënuar në një moment dhe është e vërtet që kanë cënuar për të qenë dashamirës ndaj procesi, por pikërisht kjo dashamirësi po shfrytëzohet tani në mënyrën cinike, do ta them unë. Dhe unë jam i ndershëm për të qenë në këtë rast cinike. Po, vetëm mbyllum sa më shkurtë se na shkruajmë pjesa parë. Objekti i kësaj kërkese, Beni, është vetëm ku do referohem. Shfuqizimi si të papajtueshëm e Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 1 dhe 2 të ligjit 33/2023 për një ndryshim në ligjin numër 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë që parashikojnë 1A paga reference, bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë e cila është e njëjtë me shumëzimin e koeficientit, se kështu e thot ligji. Po prandaj kujt referohet, kujt cili ligj? Referencave të pagave, pra atë që thash unë. Pikërisht pra. Se në thelb ajo është referencë e pagave. 0.36 dhe është gjithmonë referencë e pagës llogaritet nga presidenti për funksionet, se janë funksionet kushtetuese më pavarësisht se kemi brenda. Por logjika e vendosur atje me 36% mbi rrogën e presidentit, kjo është. Jo, me referencë 36% presidenti, 36% piramida. Shiko, ka një gjë. Kur një drejtor departamenti në qoftë se ligji në një moment caktuar ka prodhuar një benefit këtu, i cili është dashamirës, po konstatojmë që ky benefit këtu shënon. Deputet Komisionit Xhafaj, shënon 2 parime, ja ky ligj këtu. Kjo dispozitë që shënon parimin e barazisë para ligjit, pse mua dhe doktorit, inxhinierit, mësuesit, nuk duhet të ngrihet me 36%, po gjyqtarëve ja kanë rritur më me 36%. Po kështu rritet më në këtë koeficient rritet e tërë paga. Tani e gjitha nuk është rritur ashtu, të garantoj që nuk është ashtu. Të garantoj që nuk është rritur ashtu. Po nuk është rritur se nuk do ky, ndryshe thot ndryshe. Sepse kjo dispozitë e ndërtuar në këtë formë është një dispozitë. Por e thot ligji. Dakor, unë po komentojmë ligjin. Kush e propozoi ligjin? Kjo është pyetja. Më fal. Atëherë që ta mbyll unë. Po, ligji e thot, e thash në fillim, po ligji e thot. Po ky ligj i ndërtuar në këtë formë është ligj antikushtetues, është ky ligj antikushtetues. Jo zbatimi i tij antikushtetues. Pra ky ligj i cili tani qytetarët po e marrin vesh që po ju rrit rroga 36% presidentit, ati doktorit, ati mjekut, për te kësaj. Po i ka vajt infermierëve 1.100.000 Po të shkojmë infermierë se kanë jetë njerëz vendor, po ti të shkojmë infermierë.